Në SBA, edhe në SBA vetë, te politika e Shtetit Bashkuar, edhe pse ka patur një përpjekje për të qenë unike, nuk ka ndodhur, ka filluar të mos ndodhë më kështu. Nuk është. Po, padyshim nuk është unike. Në Evropë e cituam që nuk është as pak unike, po flasim për perëndimin, Nuk është unike. Tani, normale, se janë veprime shumë të vështira që po kryen. Presidenti që kemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës sot, kujtojmë që Trump erdhi në pushtet duke pretenduar që do të mbyllë luftra në botë. Ka bërë 7. Dhe tani ka bërë 7 luftra dhe ka hap një luftë që unë nuk e kuptoj me të drejtën. Së pari njerë, unë do propozoj që Trump i dilë çmimin Nobel për paqen. Ishte ai që... Të marrë dhua ti, ta marrë dhua ti. Po, i takon ta marri. Trump ka mbyllur disa luftra. Duhet jemi shumë të sinqertë. Takon, thos. Duhet jemi shumë të sinqertë. Trumpi shkatroi një regjim diktatorial në Venezuelë. Jo, pra nuk e shkatroi, nuk e ka shkatruar fare. Nuk e shkatroi tash ide. O zotrin, ai regjimu dekapitua. Shiko, ai regjimu dekapitua. Iku ai regjim. Të shikoni, ai regjimu dekapitua. Mbaroje. Atje u dekapitua, ngritë. Okej. Po demokracia e Venezuela. Është një proces, hyri në një proces ndryshimi. Ai regjim hyri në një proces ndryshimi. Kush hyri? Venezuela. President Trump vendosi paqen në Gaz. Që vendosi paqen. Ka fare paqen. Dita ditës gaz nuk ka paqen. Nga 100 njerëz në ditë nga IDF-i. Askush tjetër nuk e ndaloi luftën në Gaz përveç Trumpit. Në mënyrë të njëjtëshme, komplet në mënyrë të njëjtëshme. Po bën të gjitha përpjekjet për ndaluar luftën në Ukrainë. Shpresojmë që të ndalojë luftën edhe në Ukrainë, se të gjithë duan të ndalojnë luftrat. Është përbara një konflikti që ndodhi atje, sepse ishin kushtet e thash shumë gjëra do sqarohen, se edhe ne nuk vjen sot, por ama është një gjë që president Trump në tërësinë e tij në 2 mandatet e të parin, gjithmonë është dalluar si një president i paqes. O zoti Sheu, më fal që ju pyet. Tash nëse ju doni, pyetje. A jeni ju përfaqësues dhe deputeti i Parlamentit të Shqipërisë apo i Parlamentit të Izraelit, se s'po e kuptoj realisht këtë? Jo, unë jam deputeti i Parlamentit Shqipërisë. Ja ta them unë ty. Unë jam deputeti i Parlamentit të Shqipërisë dhe jo i Iranit. Çfarë lidhje ka Irani? Çfarë lidhje ka Irani? Çfarë kush Irani? Ka lidhje shumë bile. Unë mbroj interesat e Shqipërisë dhe shqiptarët. Interesat e Shqipërisë janë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po mirë, më këtë dimë se u kthen klishe kjo pjesë, po kjo nuk ka dyshim. Nëse dim të gjë, se intimidohen kaq shumë burr. Jo, nuk intimidohen. Ti je pjesë e një partie i cili kryetari është non grata, ti intimidohesh te kjo pjesë. Unë nuk Po ç'të li tani? Lëri këto gjëra. Interesat e Shqipërisë. Ç'të li më po shfakt të shqiptarëve, të Kosovës. Dhe gjitha interesat tona janë të lidhur ngushtisht. Po nuk ka dyshim kjo, nuk ka dyshim. Nuk ka dyshim kjo pjesë, po kur flisni për interesin kombëtar, unë krijoj neveri nga kjo pjesë. Se nuk e keni përfaqësuar asnjëherë, nuk keni artikuluar asnjëherë tezën e Bashkimit Kombëtar. Nuk e keni artikuluar asnjëherë tezën e nacionalizmit shqiptar dhe sot na hiqeni nacionalistë. Ore, unë e di shumë mirë që ajo shpura atje në parlament nuk njeh as interes kombëtar. Unë e di shumë mirë këtë. Tani kur flisni edhe e kthenin kal karroce, nacionalizmin, interesin mund vje për qesh, se bëni qesharak. Si e ke përfaqësuar ti si deputet? Ke ofruar në Parlament Shqipërisë ndonjë rezolut për krimet e Serbisë në Kosovë, ti personalisht ju personalisht? Kush e ka propozuar? Unë e kam propozuar të rezolut. Po, edhe? Unë e kam propozuar. Kur e ke propozuar? Edhe kjo maggjorancë e rëzoi 3 herë. Po për shqiptarët e Çamërisë të vrarë mizërisht nga grekët, e ke propozuar? Për shqiptarët e Çamërisë po pyes. Se duket zotëri që je kreti pa informuar. Jo, më jo, se jam informuar në aq mirë për ju se që jemi lodh tani 30 vjet duke ju ngjuar tani. Je kreti pa informuar për zhvillimet politike në Shqipëri. Ne kemi kërkuar personalisht. Kam sjell 3 herë rezolutën për pranuar genocidin serb në Kosovë. Po për shqiptarët e Çamërisë, ke kryer ndonjë rezolut apo? Jo, nuk kam sigurisht. Okej, dakor. Ja. Jam shumë i sinqert. Pra, i kam kërkuar disa herë të gjithë. Kjo maggjorancë rrezoi, derisa ditë e fundit. Po pse e propozuat gjatë kohës maggjorancës? Ju keni pas kohë në pushtet, keni ndër 8 vjet apo 10 vjet në pushtet. Por sepse Kosova, ja pse ta them edhe gjithë pse, sepse Parlamenti i Kosovës ta shtivon miratoi rezolutën për dënuar genocidin serb në Kosovë dhe ne ndoqëm Parlamentin e Kosovës. Se nuk do të ishte më mirë ta kishit bërë më përpara apo do të prishte Parlamentin e Kosovës? Do ta bënte Kosova herë para. Dhe e bëri Kosova dhe ne ndoqëm. Kjo janë këto logjika diplomatike. Po, shumë mirë bile. Jashtëzakonisht mirë bile. Je për të shtuar për zotin Sheu. Po do të pyesish edhe pyetjet e mbajsit. Ja,
Atëre, që mendoni për rezolutë? Ju nuk shkuat për rezolutën në qeveri zoti Edi Rama në parlament. Ja u shpjegoj. Në shpjego pak rezolutën, do në presh për rezolutën. Po, pa dyshim, ja u shpjegoj. Shiko, i dashur Ylli, ajo ishte një provokacion që bëri majoranca. Majoranca kaloje për rezolut në mënyrë shumë okulte, pa asnjë njoftim, pa kaluar në komision të jashtëm, dërgoj një njoftim që të marrë në mbledhjet parlamentit për dy çështje, njëra ishte për proceduralin, tjetra ishte për programin e fatgjatë. Dhe futi pasaj rezolutën pa kaluar në komision të jashtëm fare. Sepse e nisën me qëllim që opozita mos përfshihen atë gjë. Dhe opozita në moment të tillë ku mbledhet parlamenti jashtë rregullores, pas një njoftim, padyshim s'mund mberte pjesë. Dhe kjo rezolutë çfarë ishte, kjo rezolutë që bë? E para për mua u miratua në mënyrë pa rregull për rregullore, në mënyrë të fshehtë. Çdo material që kemi kaluar, ne kemi kaluar komision të jashtëm. Unë sot bile fola gjatë komision të jashtëm për këtë çështje. Nuk mund të kalonte një material i tillë në seancë plenare pa kaluar komision të jashtëm. Ka ca rregulla parlamentarizmi. E kaluan të gjithë. Këtë pajtohen. Po, në rregull. Por ama, edhe rezoluta që kaloi në qeveria, çaj është gjysmake. Nuk është e plotë. Unë nuk e di sinqerisht, po ja u them, o e kanë bërë nga inkapacitësia. Mirë, ju pse në shkoda ti thoshit që është ky provokacion? Një sekundë, ne nxorëm kërkesë materialin tonë, dhe realisht, sot, bile unë kam folën në parlament në komision të jashtëm për të çështje, dhe këtë drita, që rezoluta e miratuar ata gjysmake. Pse? Ati nuk dënon element thelbësor, e para një, në atë rezolutë. Ajo rezolutë nuk është aktuale, sepse nuk ndjek aktualitetin. Sepse ajo rezolutë nuk deklaron që neve mbështesim aksionet, veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në atë zonë. Ajo rezolut nuk dënon krimet e regjimit të Ajetullahëve dhe popullit të tij. Ajo rezolut nuk dënon absolutisht përdorimin e naftës dhe ngushtisë hormuzit si mjet presionit dhe mjet lufte. Ajo rezolut përmend vetëm Hezbollahun, ja një sekond vetëm. Ajo rezolut përmend vetëm Hezbollahun dhe nuk përmend jo, mbarova. Ylli mbarova. Jo, se preci thotë të mbaroj thotë po ky. Në qoftë se ti i lodhë e lën. Mbarova. Jo, po sa është këtu, si ta bësh. Le të mos jetë këtu është preç. Po është matan në televizor ai na flet ne i flasim. Po moderatori i tillë. Po pra unë thash fol. Dy herë ti jo. Po pa mbaruar si do flas. Ore, politikani nuk mbaron në preç, se ti ke qenë vetë politikan. Nuk e kam zakon. Preci vjen vetë për politikës. Po, tani, se u bë dhe këj bordi paqes, ja të flasë preqi tani, u bë bordi paqes dhe sa u bë bordi paqes, që vajtë dhe e drama, bam, plasi lufta. Lufta, për paqe. Lufta për paqe, qa ishte kjo tani? Preq, folën qik me të tani. Po flasë, po u hapen shumë tema dhe... Një tema është? Një tema, shiko, unë doja t'i thoja publik. Se po mjegullohemi me shumë ore, unë doja të kuptoj në një për këtë luftë dhe po bëmi mjegull.